pafajësinë në rastin e Kiplasnikit. A është dështim Mos ngutni, ku kemi rastin e 53 milionit, ku kemi ato autostrada që kanë miliarda janë shpenzuar, ku kemi rastin e Kekut, ishin ndërtuar edhe tri korporata energjetike të tjera, so janë investuar ke kuansat, ku janë spitalet, ku janë gjitha ato, do thotë ku janë ato rruga, autostrada, të cilat janë shpenzuar miliarda euro, ndërsa kemi një gjendje të tmerrueshme. So përket veç merr shembull Kekun që kemi ne. So parja është hyrë në atë korporat, sigurisht një ose dy korporata tjera ishte ndërtuar treja. Mirë, po krejt korrupsioni, qeverive të kaluara, do thotë edhe ai s'ka qenë në mënyrë korrupsioni fshet, ka qenë korrupsioni hapur në pikë s'ka bën që ai të funksionon formë që ekziston, mirë vetëm mi shiqua ato kontrata. Qysh janë lidhë, do thotë ne kemi rast kur duhet mi dhon Serbisë rrym dhe mi pagu Serbinë që po na merr. Në farë mënyrë janë korrupsion tepër i hapur dhe nuk ka asnjë lloj hetimi për këtë çështje. Madje edhe me shkupe të informata në prokurori për ato tema ta morën se diçka. Nuk ka në këtë të vërtet. Është hetu, janë hetu drejtori Kekut. Janë hetu për mi pastru. Do thotë asnjë rast, kolegë nderuar. Që në plot ti leje. Asnjë rast. Ka pas se ti vetë mi pastru, ka pas se procedura, janë shpoll pa fajshëm. Ku janë shpolla? Po janë shpoll. Janë shpoll në Prishtinë, në Malisheu, po jo në Strasbourg tash ti mos e morën parasysh. Mimoza ka qenë hetuar për korrupsion për Kec. Shpitin e Kec. Çka ka ndodhur atje? U shpolla pa fajshëm ju kanë nështruar procedurës. Në rregull. Mirë, po vetëm që a kemi ndonjë rast? Unë s'pa tham gjithçysh mu denu këta ministrisë të Faton Pecit, po le të hetohen. Mu hetu patjetër, mu hetu edhe ato në mënyrë të papengune, bile. Unë i kisha bën thirrje prokurorit, kushdo që ja pengon hetimet, kushdo që ja frikson, qoftë në tërthorazi, prokurorit duhet me raportuar më njëherë me marr mosa. Pse? Ka kalu koha kur janë kapë gjyqtarët për kravatë dhe janë ngres varr para gjykatës. Ka kaluar koha kur nuk duhet kthehet më. Për 25 vjet nuk kemi asnjë gjykime që hajgar kanë qenë sa për. Jo, ka qenë ka lëbujtë edhe dënimin për atë punë, se peti ku palët. Po çfarë dënime me job, dënime simbolike se sa një kaftjane. Dënim me bërë pas ka harru. Ndëgjoj kolegë nderuar. A kemi ndonjë rast të korrupsionit e Jakës së Bardhë, dorës parë korrupsionit për 25 vite që ka marrë ka vujt dënimin? Edhe nëse ka filluar hetimit ndaj tij, kanë filluar vetëm për mi pastru. Vetëm shiqoj rastin e veteranëve. Kemi 12 veteranë të cilët kanë lindur në luftë dhe sot morën pensione. Kush e ka bërë këto? Kush mund të më arsyetu këto mosdijes? Kanë lindur në vitin 98, 99 dhe sot janë veteranë luftëtar. Do thotë kush e ka bërë këto? Kush e ka bërë këto? Aty nuk kena pas kur një kryeminist që dol ka thonë mos e hetoni, mos e akuzoni se janë të mirë, unë jam para tyne, unë jam mas tyne. Se zoti Smakiqi ju po e konsideroni që Kurti po e bën këtë, që e thatë jo? Kurti në rëndësi ka dojnë në parlament, ka dojnë në gazeta, në televizione, edhe i ka mbrojt ministrat e të shumë për korrupsion. Po nuk mund e mbrojnë, nuk mund e mbrojnë prokurorin nëse ka prova, kolegë nderuar. Zoti Alila, ju e konsideroni që Kurti i ka mbrojt ata që po të shohen? Nas në rrethon, nas në rrethon. Të dyshuar të cilin e ka mbrojtur vet. Asnjëherë s'ka ndodhur në histori të ju e dini qeveritë. Pse më shkarku? Derisa kanë qenë duke kryer punën. Pse më shkarku? Cila ka qenë arsyeja më shkarku? Pse më shkarku? Është çështja edhe nëse ka ndodhur një vepër aksidentale, ajo është për falkrimi, po. Nuk mundesh me kry funksionin se mundesh me pengu hetimet. Për shembull Rosita Hajdari ka mujt mi pengu hetimet për rezerva shtetërore duke ndërhyrë në dokumenta sepse ka qenë ministra të brenda ministrisë. Ka qenë rrezik për hetimet. Se prokurori nuk bën kërkesë për saktime para burgimit apo arrest shtëpi akse fare mos me lë apo ndalimin e ofrimit të vendit ku pretendohet që mund të gjetë provat për cilat e dëshmojnë ose provojnë në vepër penale. Pse mund prokurori këtë veprim? Kush ndaloi prokurorin? Është çështja e standardit të etikës një qeverie, një kryeministi kur një varg. Mirë, po çone nuk po jam në nivel të standardit të etikës, lidhet me ta. Mirë, po prokurori shtetit kush e pengon me caktuar mos ndalimit për 48 orë dhe me bë kërkesën në gjykatë për shqiptimin e sidomos. Po kundërshton se Bastistin ç'është në interes të mbështetjes. Bastistin e prekrojnë plotësi, jo. Bastisjen, hetimet, mbledhjen e provat gjithsesi. Mirë, po jo me qëllim të bëj spektakël, jo me thirrje media dy përpara, më bën njerëz që kanë problem. Mediat kanë interes se publiku do ta di çfarë bën institucionet. Kanë interesim se nuk patën interesim. Pse nuk patën interesim në raste më hershme në 20 vjet, pse patën atë interesim asnjëherë. Jo bre ka pas Bastisi. Ka pasur gjithmonë interesim zoti Alilaj. Kanë pasur interesim për kanë pasur gjëra që janë vënë në sipërfaqe është për shkak të punës së mediave që e kanë bërë. Lima, është akuzuar Fatme Lima dhe shpolli pa vajshëm. Ku është shpolli pa vajshëm? Ku është shpoll? Në Xhakov. Pe që kontës e Oleksit. Në Xhakov. Çfarë ka qenë për të gjykuar? Ja, Xhakov ka qenë për krime lufte, mos e përzi.
Prishtinë ka qenë për beret u gjyku sysh ka qenë. Po paneli sysh ka qenë. 2 shqiptarë, një zyrtar e Olex me 2 vota kanë vetë. Po pafajshëm ka nështruar procedura u doli pas. Ne di është po pafajshëm, do të më konsideruar ashtu sepse është një vendim gjyqësor, pavarësisht. Mi po ne e dim besimin në nivelin e besimit të institucioneve tona, për ndryshe. Ai ka një vendim formës Kjo deklaratë të dëmshme zoti Alia i thoni që ne e dim nivelin e institucioneve. Vetëm diçka se ishte një pyetje.